Kjo është hera e 5 që kam fatin të jem pjesëmarrës në këtë kongres. Si vetë është kongresi i parë kliniki i kirurgëve shqiptarë, ndërsa i 5 me radhë i organizuar nga Kolegji i Kirurgëve të Kosovës, është shumë breslënës, është një vend, është një moment kur të gjitha kokat shqiptare, të cilat mirën me kirurgjinë bashkëkohore, së bashku me kolegët tanë nga shumë popull tjerë, afro 12 shtetet e Evropës dhe botës, shkëmbejnë idetë dhe të gjitha inovacionet lidhur me trajtimin modern të smurëve kirurgjik. Po shtypje më shumë më kalon arritja e teknologjisë, arritja e zhvillimeve të aparaturat ndryshme më moderne, të cilat çdo vit po ndrohen. E dyta është pjesëmarrja e cila gjithmonë më shumë po bëhet më masive. Ky është i 5-ti, deri tash besoj që është më i madhe për nga numri i pjesëmarrësve dhe për nga rëndësia dhe fushveprimi i punimeve shkencore dhe kirurgëve nga të gjitha lemit kirurgjike. Pjesëmarrësit përfitojnë domethënë në shkëmbimin e njohurive të reja, shkëmbimin e përvojave të cilat i kanë në trajtimin e gjendjeve kirurgjike, duke filluar prej çështjes së parë me pacientin, diagnostikimin, mandej imazherinë, pjesën operative, domethënë kirurgjike dhe kujdesit postoperativ. Ne si anëtarë të komunitetit kirurgjik të Kosovës përfitojmë shumë sepse i shkëmbejmë përvojat tona që i kemi, të cilat nuk janë të mangëta, janë shumë të pasuna, me vendet e tjera të botës, ndërsa vendet e tjera të botës, respektivisht përfaqësuesit e vendeve tjera të botës, i na ofrojnë ato që ata i kanë në përvojat e tyre të përditshme në trajtimin e gjendjeve kirurgjike. Kongresi i parë të kirurgëve gjithë shqiptarë, në këto treva shqiptare, është një yll që shëndrit mbi këto treva. Është një rrisi, një madhështi të cilin e kemi andru me vite. Të mlidhem gjithë kirurgët shqiptarë në një rreth kaq të madh dhe të diskutojmë për mjekësi, për gjëra madhore të lamisë mjekësisë, është një send që vetëm kena mujt me andru. Kështu që është një ngjarje e madhe që do të hyjë në histori të medicinës kosovare.